A ka ndonjë sekret që ju ja keni mbajt nanës për mos me e bo ma shumë merak? Ka qenë sekreti vetëm realisht kur kam vendos me ardhen në luft faktikisht janë mas pare kom thirë vlau në telefon, i kam tregu dhe e kam lut që kushdo që ta kupton ma vonë ose ta mërvesh, i lut në më shef në vetëm nona më sta kupton. Kështu që nonës ja ku mojt sekret sepse unë nonë s'kam qenë kur kuptohet ajo, por unë jam i bindur se nonat suni përballojnë kur e shohin fëmijët e tyne, do me thonë në rrezik. Mirë po. Gjatë luftës e kam kuptu se nonat kanë qenë shumë të forta se baballarat. Me thonë sinqerisht, kom pa raste, kom pa reagime dhe krejt. Dhe unë ngritem këmbë për çdo nonë që e ka pas djalin në luftë, që e ka pas djalin të angazhuar, do me thonë, në qëfar e do aspekti, dhe që nuk e ka ndalu ose me tërhjek për e asaj, dhe mos të harrojmë, nonat i kanë pas, jo vetëm djemë, për i kanë pas edhe vajzat, kanë pas shumë edhe vajza në luft atje, edhe ato, nëse s'kanë qenë atëherë nona janë sot, e dinë shumë mirë, ndoshtë edhe do njona ka qenë nonë, se nuk i njoftë gjithë kuptohet, mirë po, unë prap, edhe sot tham, edhe sot mendoj se nënat janë shtylla e lirisë unë, sepse ato në kanë ndonë kurajo shumë ma shumë. Prap po tham se baballarët, unë jam vetë babë dhe nuk po e tham për modestia, po për diçka, po me të vërtet, nonat janë më të forta se çdo qenje njerëzore që ekziston në botë. Kështu që për atë arsye, ndoshta edhe këngën e kam quajtur Krenaria e nënës, mu mundu sa do pak ndoshta mi ja kthy qatë mirë që ne kam bo për neve.